shikohën investimin të Aslan Sevilit dhe këtyne Vistërën. A mund ndodhë që mendojnë ka se jam qëmen në qofë se në i marë shënur që kësë po e ndjeni nevoj me këto. Po e ndjeni nevoj, sepse tash në këtë moment kër e mora këtë lajmë, e kisha dhe vetëm armë me një mënyrë që t'i vëdisja ata. S'kisha si qëfar bejti edhe. Me kanë shiku në sy dhe Bislam tha Bislimi, tha Krisja. Krisja se boll fort, po çka i ka zoni? A e din bre boc si vaj burit o konga? Ja kom njëse kam kënu marshën e uqe, kësë për herë të pare kam dëgju aty në atë burg. Duket se atëherë kam kënduar, ma fuqishëm se gjëma. Tja Kris shakon dej kup qilë. Vishin gjanar, e të vishin dajak dej lejshin la. Unë qajsha e tja Kris shakon, ata ma Krisin dajak. Po pse bre Pasalim më ushtirit e shumë. Tu e di që ata s'kan qef me një të kënjume, aqë mas po këti fshqip. Unë gjitha ajo fuqësi, dhe më thonë, mas gjitha t'i lajnë të anë që e ke marë, me kënu. E pa shpjegueshme, nuk e di, por unë mendoj që realizimi i qëllimit tonë, pra realizimi i idealit tonë për ta bërë Kosovën të lirë, na kishte dhënë krah në një farë mënyrë. Na kishte dhënë krah.